janë fakte kuptim plota dhe janë fakte që na bëjnë mjaft optimist për të nesërmen e sektorit dhe nëse nesërmen e këtij sektori është optimiste, atëherë gjithë zhvillimi i vendit dhe nesërmja e vendit është optimiste. Fakti që sot ne flasim për një prodhim të brendshëm të thuajse të trafishuar është shumë domethënës. Kur mendon që ne nisëm këtë përpjekje me bazën prodhuese të kohës komunizmit minus hidrocentralet që në mënyrën më të çuditshme u hoqën nga stoku i aseteve të shtetit, edhe u dha një privati me një argumentim që në vetvete është vepër penale e pastër. Sot ne kemi thuajse dy fishin, ndjes se më duket se thash 3 fishin, thuajse 2 fishin. Në raport me nga unisëm të prodhimit. Po nuk është vetëm rritja e prodhimit, është edhe diversifikimi i bazës, që cila ishte vetëm hidro, gjë që ka të gjithë vulnerabilitetin e kuptueshëm edhe pa e futur në ekuacion ndryshimin e klimës, ndërkohë që me ndryshimin e klimës bëhet krejtësisht e paparashikueshme se si do të jetë e ardhmja e hidros, kështu që diversifikimi me 10% të prodhimit që sot vjen nga dielli, me fillimin edhe të disa projekteve të erës, me inovacionin e jashtëzakonshëm që do të kemi fatin të kemi në Shqipëri fal Shtatkraftit që prezantoi këtu në vijat përgjithshme projektin e vet për sistemin e pompimit të ujit. Besoj që kemi të gjitha arsyet të mendojmë se pavarësia e plotë energjetike e Republikës së Shqipërisë është afër. Dhe transformimi i Shqipërisë nga një vend me halt madh pikërisht energjinë në një vend eksportues neto të energjisë elektrike është afër. Dhe praktikisht janë dy zhvillime historike që nëse të gjitha gjërat shkojnë sipas programit dhe planeve tona, bazuar në të gjitha kërkesat që kemi aktualisht në administrim nga ana e investitorëve dhe bazuar edhe në çfarë ne vetë kemi planifikuar, atëherë brenda kësaj dekade Shqipëria do të jetë energjetikisht totalisht e pavarur nga çdo zhvillim i jashtëm, pra do ta vendosi vetë fatin e vet në raport me energjinë edhe do të kalojë në eksport neto. E që do të thotë se nga ana tjetër nuk është vetëm prodhimi, por është edhe transmetimi që ka njohur një progres të rëndësishëm. Ashtu si kundër edhe shtrirja e gjithë rrjetit të transmetimit të Shqipërisë në të gjitha drejtimet e mundshme
ku qeshia mbitorët është marrëveshja me Italinë për linjën e interkoneksionit me anën tjetër të Europës, falë bashkëpunimit tripalësh me qeverinë italiane dhe me qeverinë e Emiratëve të Bashkuara. Për sa i përket pjesës shpërndarjes dhe të administrimit, besoj që e tha vetë me nga lartësia autoritetit të tij zoti Petrit që është një monument i sektorit i gjallë, sepse ka ndjekur gjithë procesin qysh në kryet herës.